Ju e keni faktikisht një pyetje ju ka parashtu në xhamietin fushta pa. A ka vetura në xhenet, pastaj do portali islamofove fillon më tallë me atë video me vetura në xhenet, shikoni çka flasim. Në përgjigje ka mundsi. Po, ne kena majtë meret, kush më është parashtu një pyetje se në xhenet, a ka çdo sen, edhe më është parashtu edhe për vetura. Unë në atë formën duke mbështetur në ato rregulla gjenerale në xhenet. Në xhenet ka shka ka dëshirë njeriu, çfarë oreksi dhe apetiti ka njeriu. Edhe ka dëshirë i shfaqet në trunin e vet, jo duke shpreh gojë, vetëm në trunin e vet, që i shfaqet ai oreksi vetëm sa Allahu xhaleshanu ka mjafruar këta. Edhe kjo nuk është demand mu çudit për disa njerëz që janë me të vërteta me koncepta të shkurta, edhe nuk kanë perceptime, këshire këto gjëra nuk maten me kanalin e dunjas, më në men. As me kanalin e specave nuk maten to. Këto maten me kanalin e shariatit. Ata njerëz të cilët jetojnë për Allah, ato i perceptojnë këto gjëra. Andaj unë e kam përmendur disa herë, kam e përmendur edhe një herë, se kam marrë një temë para disa viteve në Prizren. E kam marrë titullin në xhenet ka shka syrin se ka po, veç se ka ndëgju, as që zemra dukujt apo truni koka mundet me paramenu. Edhe i thash atyve të cilët më ndëgjojshin, ndëgjoni me vëmendje, fokusoni te titulli i temës. Edhe thash në xhenet kur banori i xhenetit do të lëvizë, do të çarkullon në xhenet. Do ta shohë një shpesë duke fluturuar. Vetëm kur ta shikoj shpesën do t'i krijohet oreksi për me hëngrat shpesën. Nga sona edhe një gjarë me tregu se në xhenet krejt njerëzit do t'jenë me një zemër të përbashkët, edhe s'kan me pas divergjenca mes tyre në mendime. A çfarë do thot? Kanë me pas një zemër edhe jo divergjenca, që nuk kupton. Nëse unë në xhenet, Allah më bëf nasip këto shkajme në xhenet. Nëse njëri prej juve ka dëshirë të luajë futboll atje, më pastaj kërrejt do të luajnë, asnjëri nuk do t'ia prishë, as e kam ekzistuar në zemrat e tyre dëni mendim ndryshe prej atij. Nëse nuk ka divergjenca, nëse dikush prej juve ka dëshirë të shkojë të notojë në bazen, të gjithë do të notojnë. A e kuptuat? Ndërsa këtu jo. Këtu jemi me një vend, me një familje të përbashkët, vllau me vllaun, motra me motrën, ndajnë mendimin ndryshëm njëri prej tjetrit. Në xhenet jo. Andaj ky person i cili do të jetë ka banor të xhenetit, edhe pejgamberi Allahut e ka përshkruajtur se duke ecë në xhenet, duke u kënaq. Dëfrehet, kënaqet. Rastisht që një shpesë duke fluturuar i krijohet oreks për me hëngër. Vetëm i krijohet. Së shpejti vjen shpesa, afrohet para gojës këtij, edhe në formë të pjekun, do ta ngranë ky. Pasi që e ngran, do të dalën nga goja e tij shpesa, edhe do të fluturoje. Njëri nga të pranishëm, para disa vite që ka mojtë të gjeratë, më tha, o gjo, nuk po ma kap menja. A thash në fillim të temës, xhenet ka që s'ta kap menja? Po nuk matën me parametrat e tona. Për shembull në xhenet kena thonë, nuk ka dalje nevojës, më në men, nga se vendi është i pastër, as nuk urinosh, as nevoja madhe, e as qyrat nuk dalin. Po, vërtet, a e dini se frimarja në botën tjetër në xhenet, a dhe sot do tjetë çdo të spi do të më bë nëse do më marr frimarje. Frimarja do tjetë të spi. Çdo vend që do të futesh do të ecësh rrugës, që ka më pas peizazhe të bukura, foto të bukura, do të futesh aty do ta madhosh Allah, do dalë një peizazh edhe më i bukur se ajo. Kjo nuk mund më mi perceptu. Saqë ka disa njerëz do të thojnë në botën tjetër, o Zot, nuk më mundsove në dunjë diçka të mvere para trunit tem, aja që do ndollë në rëtë, thëtë Allahu ja kam bo haram, dunjajës, edhe atë njerëz që ka në dunja, që të paramendojnë kësi pamje dhe kësi skena. Lëzë të dashë për ta, ne i besojmë këto gjanat, ne i besojna, andaj dhe nuk ka për të qëditër, pëse disa ndoshta e marin si dabo tem për me baj gare, si në xhenet ka gjdo sen ka në xhenet. Gjdo sen që ka të donë ti, vetëm natë ja bojmi i zmetin shërbimit, të ponojmi, kemi atje dhe vetura, do të ketë edhe pasuri, do të ketë edhe kënaqësi, do të ketë edhe dëfrime, do të ketë vetëm e mirë e mirë. E ata të cilët nuk mujnë mi perceptu, atyve i thojme femen shef fel yu'min, femen shef fel yakfur, kush të don le të beson, kush të don le të mos beson, inna a'tadna lidh-dhalimina naran, ne kena përgatitur për ata të cilët janë zullumçar, të cilët nuk e respektojnë porositë e Allahut, zjarm të atashëm. Ne besojmë që ky është dallimi jon mes dallimeve të tjera të cilët nuk i besojnë botën tjetër. Mendojnë se ora e tyre në këtë dunjë është haje, pije, shumime dhe kaç. Jo asesi. Këtë mendim e besojnë kafshët, ne na ngritur më shumë se kafshët.
"Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk I krijuam njerëzit dhe xhinët për asgjë tjetër, vetëm ta njohin Allahun, ta madhrojnë Allahun, ta bëjnë ibadet Allahun xhaleshanu. E ibadeti nuk kupton haje në emër të Allahut, të pish për hir të Allahut, të martohesh vetëm për hir të Allahut, të shoqërohesh në emër të Allahut, të punosh dhe të zhvillosh krejt në konform me ligjet dhe porositë e Allahu xhaleshanu xhalla xhelalu. Kjo është përgjigjja asaj pyetjes që ju më drejtuat në lidhje me a ka në xhenet vetura apo nuk ka. Edhe përgjigja jon do të ketë më të mira se veturat, çka nuk ka pas mendja njeriu. Më e mira, ajo që do të jetë kulmi kësaj është kur do ta shoh me Allahun xhaleshanu xhalla xhelalu. Kjo është kulmi I kënaqësisë, saqë njerëzit kanë marrë vallajs për tokë. Po, kur Allahu xhaleshanu pas të shijojë njerëzit këtë mirët në xhenet, nuk ka sen që nuk do të shohin, ma pastaj Allahu do të thotë atyre, o ju banorët e xhenetit, a doni diçka prej meje? A doni diçka më jashtuar më tepër se kjo? O Zot, çka është më shumë se kjo? Ti na ke dhënë këtë mirët, pikzona këtë drejta në xhenet. Je I kënaqur me neve. Nuk ka diçka më të mirë se kjo. Më pastaj Allahu xhaleshanu e largon perden e vet, kur të dalë Allahu para tjerëve, njerëzit do të ballajisen, do të binë to. Nuk kanë pasën më të mirë se kjo. Ka njerëz të cilët do ta shohin Allahun në sabah edhe në mbrëmje. Varësisht e këtë to prej punëve dhe veprave, në sabah dhe në akşam, nëse vini e falni yacien, edhe rrini në për bani I dhikrin e Allahut, nuk ka dyshim se këto njerëz besoj që do ta meritojnë me pa Allahun xhaleshanu xhalla xhelala. Allah e di më së miri.